Numri i të vdekurve nga tërmeti shkatrues në Myanmar është rritur 3.303, ndërsa 351 të tjerë rezultojnë ende të zhdukur, raporton Reuters. Ekipet e kërkim shpëtimit vazhdojnë të kërkojnë nëpër rënoja, por puna e tyre është vështirësuar për shkak të kushteve të motit. Shi po bie dhe ka ende shumë të zhdukur. Edhe në Mondalei, veçanërisht nëse fillon të bjerë shi, njerëzit që janë në rënoja do të vdesin, edhe nëse kanë mbijetuar deri në këtë pikë. A një punonjës i ndihmës në Myanmar dhe shpëtimit të cilave kanë bërë thirrje për qasje në të gjitha zonat e prekura, pavarësisht nga grindjet e luftës civile. Kombët e Bashkuara thanë se më shumë se 28 milion njerëz u prekën nga tërmeti dhe se kanë vënë në dispozicion $12 milion fonde emergjente për ushqim, strehim, ujë dhe shërbime të tjera. Ushtria ka luftuar për të drejtuar Myanmarin që nga kthimi i saj në pushtet në një grup shteti në vitin 2021 që rrëzoi Severinë e zgjedhur civile të laureates në Nobeli Aung San Suu Kyi. Generalet kanë qenë të izoluar ndërkombëtarisht dhe kanë marrë nga pushteti dhe ekonomia dhe shërbimet bazë të Myanmarit, përfshirë kujdesin shëndetësor, janë shkatruar në mes të grindjeve. Të mërkurën, MRTV shtetërore tha një armëpushimi i anshëm i qeverisë do të hynte në fuqimi një herë për 20 ditë për të mbështetur përpjekjet e ndihmës pas tërmetit, por paralajmëroi se autoritetet do të përgjigjen në përputhje me rrethanat nëse rebelët do të nisin sulmet. Masa erdhi pasi një aleancë e rebele shpalli një armëpushim të martën për të ndihmuar përpjekjet humanitare.